Do të vjojmë tani me një tjetër bisedë, do të mbetemi tek aktualiteti politik, kam në lidhje të drejt për drejt gazetarin dhe analistin Roland Qafoku. Roland, të përshëndes, faleminderit që je në A2CNN për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Faleminderit për ftesën. Roland, do ta nisim bashk me reagimin e ambasadës amerikane për zgjedhjet në Shqipëri. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Mesazh urimi për popullin shqiptar dhe jo Parti Socialiste fituese të këtyre zgjedhjeve. Si e lexon? Bruna, është më vjen ndërmend një frazë popullore, biera rreske djegur. Nuk e di a ke dëgjuar ndonjëherë ti këtë. E kam dëgjuar. Ka diçka serioze që nuk shkon. Unë i kam të gjitha deklaratat që ka bërë ambasada amerikane për çdo zgjedhje në Shqipëri. Dhe ata kanë qenë të qartë, eksplicit, kanë qenë mbështetës ndaj fituesit, ndaj çdo fituesi, sepse këto janë zgjedhje 11-ta pas rrëzimit të komunizmit. Dhe në fund e kanë mbyllur çdo, madje e kemi marrë si klishe, por është mirë që ne gazetarët Bruna t'i publikojmë që shpresojmë që Shtetet Bashkuara të Amerikës të bashkëpunojnë me qeverinë e kryeministrit Rama, Berisha, Nano, Majko, Meta etj. Pra, e kanë artikuluar emrin e kryeministrit. Po. Është e parë që nuk ndodh kjo. Ana pozitive është që ata me këtë deklaratë i njohin zgjedhjet, pra nuk kanë dyshime për njohjen e rezultatit të zgjedhjeve, nuk kanë dyshime për atë që quhen zgjedhje të planuara ose jo, dhe kjo është e rëndësishme. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë planuar zgjedhjet. Por kjo tani fillon pjesa e fundit që shprehin një lloj jo mbështetje, ata nuk e thonë, por amerikanët e nisin atë politikën e tyre me nënkuptime. Dhe me nënkuptime ne kuptojmë, mendoj unë tani këtë, që raportet e Amerikës me zotin Rama nuk janë ato që ne mendonim. Unë personalisht mendoja që Rama i kishte. Sepse me këtë mesazh tregon që nuk i ka? Ky mesazh, fakti që mungon kjo frazë, më bën të dyshoj që nuk i ka. Tani, duhet zhvillime të tjera, sepse kjo është vetëm me këtë, unë duhet të jem korrekt, duhet zhvillime të tjera të tipit që një personalitet nga ambasada i ngarkuar me punë, sepse kemi një ngërç Bruna, nuk ka ndodhur në historinë e marrëdhënieve SBA-Amerikë që kanë 103 vjetë marrëdhënie, nuk ka ndodhur ndonjëherë Bruna që ambasada të 2 vjet pa ambasador. Po. Do të ndërti 50 vjet pa ambasador, pra ndërprerje marrëdhënieve, 44 vjet ndërprerje të marrëdhënieve, por pa ambasador kanë ndëjtur kur janë zhvendësuar 3 muaj, 6 muaj deri zonja Lela Mosisuan ka ndëjtur diçka e tillë, dhe mos gabojnë 8 muaj, 9 muaj, që është koha me gjatë, por 2 vjet ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pa ambasador Bruna nuk ka ndodhur ndonjëherë. Prandaj jam i prirur të them që na duhen deklarata të zyrtarëve, sepse kjo aty thot ambasada, aty nuk thot drejtuesi i ambasadës që është ngarkuar me punë. Dhe të ngarkuar me punë, për ata që nuk e din, është kur mungon ambasadori ka një të dërguar me punë. Edhe kur ambasadori ikën ja me lej në Amerikë, fjala vjen nga Tirana në Washington, ambasada ka një dërguar me punë. Ose kur mungon ambasadori, ikën ambasadori, Departamenti i Shtetit cakton një të dërguar me punë, por nuk ka ndodhur në vjet. Dhe prandaj them që duhet një zyrtar, duhet zëri një zyrtari tashmë. Çka ka ndodhur? Dhe deri këtu unë isha thjesht amëndësimi im, sepse unë e krahasoj me deklaratat e mëparshme. Që kanë qenë më të drejtë për drejta dhe më të qarta.
Jo më të qarta, ato ishin super të qarta në kuptimin mbylli deklarata, ne do vazhdojmë të punojmë me kryeministrin X, zotin Rama, zotin Berisha, zotin Meta, zotin Nano, zotin Majko. Domethënë, ata e vlerësonin bashkëpunimin e tyre me qeverinë e radhës. Këtë herë nuk është kjo. Po, edhe pse Edi Rama ka rritur një fitore historike, 83 mandate, sërish emri i tij nuk është përmendur në këtë mesazh urimi të përcjell pak më parë nga ambasada amerikane. Dhe unë dua të ndalemi pikërisht te këto 83 mandate, te kjo fitore historike. Një ditë më parë ka zoti Rama ka përcjell dhe fjalimin e tij të fitores përballë ekipit garues të këtyre zgjedhjeve, kandidatët fitues dhe jo fitues. Si e lexove këtë fjalim, Roland? Pra ishte një fjalim që kishte entuziazëm, kishte gëzim, apo një fjalim që mbarte më shumë peshën e një përgjegjësie të madhe? Po kjo fjala, ne kemi peshën e një përgjegjësie të madhe që e tha dhe vetë zoti Rama. Bruna 83 mandate në mandatin e 4, kur mandatin e parë ka marrë 66. Mandatin e dytë 73, mandatin e tretë 73, mandatin e katërt 83, është fitore shumë e madhe, është shokuese dhe ka një Rama duket të paktën të fjalimi më me këmbë në tokë Rama se sa fluturakët rreth tij që tani iku mbaroi kjo punë e jemi etj. Dhe në këtë drejtim Rama ka bërë një stop me veten e vet. Pyetja e madhe besoj është bruna që çfarë do shpik Rama mandatin e 4, çfarë do bëj, se unë e them dhe ju kam thënë në humor, një drejtor komunale 4 mandate, do 16 vjet do të shmendej. Dhe çfarë duhet të shpik zoti Rama me kabinetin e tij që të ketë një kabinet normal. Them që sepse ai tha që do bëjë ndryshime. Po. Por problemi janë që të dhënat e qeverisë, bilancët e qeverisë nuk janë aq optimiste, që ne themi që mjafton të bëjë disa ndryshime dhe kjo punë rregullohet. Avantazhi numër 1 i zotit Rama dhe i gjithë majorancës është opozita. Dhe kjo frazë mendoj unë që nuk e them vetëm unë, është shumë e rëndë. E rëndë në kuptimin që qeveria nuk vjen në siklet dhe thot sa të jetë Berisha dhe kjo PD, ne marrim të pestin. Do të thonë, kjo është shumë e rëndë. Atë çfarë duhet bëj Rama? Rama bëri gjën e parë që aty ka prit se me vërtet fituan, po mos do trokisni. Prit, prenoni se nuk i kemi edhe aq mirë gjërat. Unë kështu e lexova. Nuk kemi aq mirë gjërat referuar edhe me që t'jemi të qartë për këtë, Landi, se vetëm se ka një problem me zërin. Unë dëgjoj mirë. Unë dëgjoj. Ju më dëgjoni? Ju dëgjoj ndoshta me zërin tim. Atëherë po përpiqem t'i bëj pyetje të shkurtra. Çfarë nën kupton? Vetëm a shpjegoj qartë. Nuk e kemi mirë me kë? Me drejtësinë, me opozitën, me veten? Problemi numër 1, qeverisja socialiste ka me drejtësinë, sepse janë shumë funksionarë në burg dhe disa të tjerë që kanë çështje të hapura dhe ne e dim këto. Dhe janë disa ministra në detyrë dhe jo që rrezikojnë të jenë personazhe të spakut me pranga në duar. Dhe këtë ne e dim sepse janë çështjet që presin aty. 2. Në disa sektor të dhënat nuk janë fare optimiste. Optimiste në çfarë drejtim? Mjafton të marrë vetëm atë që Rama e ngre vetë dhe e ka kuptuar që ka problem kardinal, pensionet. Do të thonë me një numër shumë të madh pensionistësh me 100.000 lekë, 200.000 lekë pension, ata nuk jetojnë. 3. Rama e ka kuptuar që ekonomia është ajo që nuk fal. Ekonomia nuk fal. A janë shqiptarët sot më mirë ekonomikisht se sa në 2013? Një pjesë e madhe nuk janë më mirë. Dhe Rama e ka kuptuar këtë. Tjetër, marrëdhëniet e zotit Rama me Bashkimin Evropian janë shumë të mira dhe
presim me optimizëm atë që ne kuptojmë që diçka po ndodh dhe Shqipëria do antarësohet dhe kjo është arma më fort e tij, por duket që marrëdhëniet e zotit Rama me SBA-n në rastin më të mirë janë të paqarta. Dhe në rastin më të keq pastaj ne nuk e dim çfarë dhe cili është takimi i zotit Rama, kontakti fundi me zyrtarin amerikan të administratës Trump. Do të thënë është ka një ngërç. Por avantazhi i tij është me BE-n, ai ka përgjime pozitive dhe për këtë ai jo vetëm samiti i organizuar në Tiranë që ishte një ngjarje e jashtëzakonshme dhe është budallik ajo që thon jo po Rama kështu e po Rama ashtu. Nuk është mësuar Shqipëria me këto samite, 3 samite në Tiranë, Bruna, dhe do t'i themi këtu bravo Rama tani. Tu nuk ka vend, jemi PD-n, jemi PS-n. Jo, ajo ishte ben Shqipërisë dhe Tirana të bëhet kryeqyteti i Evropës për 12 orë, tani nuk ndodh ajo, nuk kemi mësuar ne me këto. Qartë. Në ana tjetër, Rama ka një krizë mosbesimi dhe brenda grupit të tij që lufton me thika pas shpine ndaj njëri tjetrit. Zoti Velia është në qeliste dhe gati karriera e tij politike po përfundon. Por ne tani gjithë kuptojmë, Bruna, që një pjesë e asaj që i ndodhi zoti Velia është bërë nga brenda kabinetit zoti Rama. Dhe kjo luftë aty do finalizohet me zgjedhjen e kryetarit të ri të bashkisë që disa emra janë në tavolinë, disa emra diskutohen, por ne nuk e dimë se vi zoti Rama. Kështu që duket se 83 mandate i japin qetësi në letër, por jam i bindur që do jetë një mandat në furtunë për Partinë Socialiste. Qartë. Në Rama e ka kuptuar këtë, prandaj ai fjalin ishte i tillë. Dakord. Analizuam në këto minuta Edi Ramën, Partinë Socialiste fituese të këtyre zgjedhjeve. Ç'ndodh tani në kampin tjetër? Farsë elektorale, nuk i njohin këto zgjedhje, të ndikuara nga krimi, mani ka patur deformim të votës, manipulime, patronazhime e tjerë kemi dëgjuar gjatë gjithë këtyre ditëve. Tashmë demokratët po ankimojnë çdo qark në KQZ dhe sot KAS ka nisur në mbledhjen e sotme edhe ankimimin për qarkun e Kuksit. Nuk përjashtojmë as grevën e uris, por do të vazhdojmë me rrugën institucionale dhe jo atë të dhunës, sepse kështu kemi mbështetjen edhe të partnerëve ndërkombëtar, ka thënë një ditë më parë Sali Berisha. Kështu që si e shikon vijimin më tej të Partisë Demokratike, pra nga sot dhe deri në shtator, në marrjen e mandateve, në strategjinë e tyre, çfarë do ndodh me Partinë Demokratike, Landi? Bruna, humbja ishte shumë e rëndë. Po për mendimin tim, kjo mungesë reflektimi për humbjen është fundosëse, është akoma më e rëndë. Zoti Berisha në karrierën e tij ka një bilanc të jashtëzakonshëm që i ka bërë vend vetes të hyrë në histori dhe ka hyrë në histori. I ka bërë shërbime këtij vendi të jashtëzakonshëm, Bruno. Por që në vitin 2025 për më tepër dhe në moshën 8 vite i vjeçare, të frenoj një avancim të Partisë Demokratike të cilën ai ka merita, thash, të jashtëzakonshme, por edhe për Shqipërinë, kjo është ta mbash dhe ta fusësh në xhep partinë. Unë me shumë dashamirësi, nuk e them me negativitet, që zoti Berisha duhet bëj hapa pas. Unë nuk vën diskutim denoncimet që ka bërë zoti Berisha, bashkëpunëtorët e tij, për manipulimin e zgjedhjeve dhe ato duhet të marrin vlerën e provës nga organet kompetente, sepse çdo kush tani mund të thotë që Bruna ka vjedhur 10 vota. Këtë e vendos drejtësia. Po unë jam i prirur që ta besoj zotin Berisha, ti besoj stafit të tij dhe është një nga gjërat më të mira që ata do të kanalizojnë këto në drejtësi, në KQZ, sepse këto janë institucionet legale. Por kjo mbaron. Pyetja është, a keni vetë ju në një faj me këtu humbja, apo Rama vodhi 3 mandate, Rama vodhi 13 mandate, Rama vodhi 23 mandate, po 33 mandate, po ta them unë, Bruna, nuk i ka vjedhur Edi Rama. Po nuk i ka vjedhur tani se e bën Edi Ramën hajdut xhepash, hajdut, nuk e di se çfarë përmasash mund të japin. Kështu që Partia Demokratike duhet të reflektoj, Bruna, dhe do ta bëj këtë, Roland? Si? Do ta bëj
A do të bëj një analizë të thellë Partia Demokratike reflektimi për humbjen, duke patur parasysh Zotin Berisha, pra mënyrën se si funksionon PD-ja, se si qase Zoti Berisha zgjedhjeve? Zoti Berisha, me atë që ne kuptojmë, nuk e bën. Por unë kuptoj një gjë tjetër, ose më saktë duhet, mendoj unë që vetëm të rinjt në Partinë Demokratike, një brez i Zotit Berisha, mund të bëjë një lëvizje që ta afuz Partinë Demokratike në procese demokratike. Pse e them këtë? Tani, a i Neni Basha aty, për çfarë u vu që Zoti Berisha dhe çdo kusht tjetër t'i nënshtrohet një neni që është në statutin e Partisë Demokratike, nuk është statuti i Brunës e Ilandit. Dhe në këtë drejtim, Zoti Berisha duhet patjetër të reflektoj. Ju me drejt thatë, a mund të reflektoj, që do të thotë kjo pyetje është edhe përgjigje. Atëri duhet të rinjve dhe të rejave aty në PD. Ju prapë mund të thoni që ata u bën deputetat atë rinjve të reja. Atëherë lëvizja duhet jetë vetëm nga baza, nga njerëz që nuk janë deputet, sepse ata deputet, çfarë morali kanë disa prej tyre Bruna që janë në listën e mbyllur, që nuk do në fare në fushat, në listën e mbyllur Tiranës, ti, unë dhe gjithë gazetarët dim që ke nga ata që bën deputetet dhe s'do në fare në fushat, nuk do në fare në fushat, më në fushat, a e kupton domethënë çfarë deputetësh, sigurisht që ai apo ajo, çfarë i duhet atij ti thot Zoti Berisha ne të riformatojmë Partinë Demokratike. Kështu që atë mundet dhe duhet ta bëjnë ata që kanë moral, dhe moral kanë ata që nuk kanë postën në Partinë Demokratike, edhe janë në bazë. Këta kanë moral. Moral ka doktor Ali Mehmeti, që ka marrë gati 20.000 vota dhe nuk është deputet. Dhe ata që nuk e di sa vota duhet të ketë edhe një mbështetje, duhet të jetë një grup aty, se i vetëm nuk e nis dot këtë revolucion brenda PD-s. Po sigurisht një grup, dhe grupi formohet duke nisur dhe iniciuar lëvizjen, sepse ajo do me të vërtet shumë impenjim. Nga historia e Partisë Demokratike na mëson që çdo grup që është ngritur kundër Zotit Berisha është përballë me një grup tjetër që ka qenë më i madh se sa ky grupi që është ngritur ndaj Zotit Berisha. Po, kjo është e vërtet. Por në situatën që jemi, asnjëherë Zoti Berisha më parë nuk ka qenë 81 vjeç, që duke i shtuar dhe 4 bëhen 85, dhe në moshën 85 vjet të kërkoj fitoren për 4 vite të ardhshme që do të 89 vjeç. Tani, të mund ndjej që bëj këto llogari, Zoti Berisha dhe kushdo që mbështet atë. Por ne nuk mund të themi që asnjë është kështu dhe bëhet kështu. Në Partinë Demokratike duhet të ketë një garë jo të emëruar, siç u emërua Luzin Basha, sepse njeriu që jo dëmtoi Bruna, jo e shkatërroi, po dojë një brez politikanës është Luzin Basha. Është autori i gjëmës që është bërë Partisë Demokratike. Dhe ai ka përgjegjësinë më të madhe që ndodhi në këtë parti. Sot ja e pam në fuqinë politike të Luzin Bashës me 1400 vota. Ky është Luzin Basha. Me duan xhepa 1400 vota. Prandaj po them që Partia Demokratike duhet një proces komplet nga e para i ri, riformatimi, zgjedhje që të mos mbështet Zoti Berisha askënd dhe gara të jetë hapur dhe të fitojë ai që mund të fitojë. Kjo e çliron Partinë Demokratike. Sepse Zoti Berisha thotë ka mision. Tani misioni i Zotit Berisha ishte ai që bëri në 91 dhe 92-shin. Dhe është mision i jashtëzakonshëm. Unë nuk e mendoj Bruna, sepse unë kam bërë dhe studimet e mia dhe me vërtet Zoti Berisha ka qenë misionar. Dhe misionar ka qenë në 91 dhe 92-shin. Sot Zoti Berisha ti themi misionar, tani më vjen keq tani. Dhe po e thot një njeri që unë kam synuar dhe synoj që Zotin Berisha ta vizatoj, ta përshkruaj në realitet dhe të jem realist, jo se kam unë interes për PS-n apo interes kundër PD-s. Qose këto fjalët e mia i quajnë që ky është interes për PS-n, më fal pasaj, do të aty pasaj është për të ngritur duart për pjesë, vazhdoni pasaj dhe me 250.000 vota më pak, vazhdoni të jeni të lumtur. Landi, të falenderoj shumë, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit edhe për mua, kënaqësi bëna.